Imagjino këtë, është fundjavë, festë zyrtare, ose ora 22, je sëmur, ke temperaturë, dhimbje koke apo grip, dhe më e keqja. S'ka asnjë termin te mjeku. Hausars t'i mbyllur, nota ufnam me plot. Shumë nuk e din, por në Gjermani ekziston teleklinik, një shërbim zyrtar telemjekësie që përdoret nga qindra mijëra pacient çdo vit. Mbi 70% e konsultimeve bëhen brenda 30 minutave, pa dal nga shtëpia. Procesi është super i thjeshtë. Shkarkon aplikacionin, zgjedh simptomat, plotëson disa pyetje dhe lidhet direkt me një mjek të licencuar në Gjermani, doktor real, jo chatbot. Konsultimi bëhet me video ose telefon. Nëse është e nevojshme, mund të marrësh krankshajbung digjitale ose recept për ilaçe, të vlefshme dhe të dërguara direkt në aplikacion. Kjo është veçanërisht e vlefshme tani në kohë festash, ku shumica e praktikave janë të mbyllura. Në shumicën e rasteve, nëse ke sigurim publik, kostoja mbulohet nga Krankenkasse. Kjo nuk zëvendëson urgjencën, por për grip, infeksione, dhimbje dhe leje sëmundjeje është një zgjidhje reale nga shtëpia jote. Komentoni se tek cila Krankenkasse jeni dhe nëse s'po gjen termin te doktori, dhe do ta tregoj hap pas hapi si ta përdorësh këtë mundësi nga rehatia e shtëpisë tënde.